Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të bërë analizën e lojës Limit, Albës edhe Dolçes. Jemi tashmë të gjithë dëshmitar të një vendimit që Limi mori në prajmin e kaluar në Big Brother VIP Kosova, ku vendimi i Limit ishte që të tërhiqet nga Dolçe dhe t'i jepte një mundësi Albës. Por Alba, si që duket, nuk mund të kapërsej brënda vetës së saj këtë dhimbje që Dolçe ja ka krijuar shpirtërisht, apo Limi ja ka krijuar shpirtërisht. Edhe pse Limi tha që unë do të tërhiqem nga Alba, nuk do të qëndroj me Dolçen, do të largohem nga kjo dinamika e madhe që është bërë që publiku jashtë mos ta mendon që unë po e shfrytëzoj Albën, që unë po e lëndoj Albën, që unë po e thyej shpirtërisht Albën, por fatkeqësisht nuk rezultoi kështu. Dolçe dhe Limi, si ditën e djeshme, edhe ditën e sotme, vazhdojnë që të jenë përsëri bashkë me njëri tjetrin, vazhdojnë që të japin kohën njëri tjetrit, vëmendje njëri tjetrit, vazhdojnë që të bëjnë lojën. Unë e shoh që në fakt Dolçe hakmerret kundër drejt Albës. Ajo edhe në dhomën e rrëfimit ishte ndjerë shumë e thyer, tepër e lënduar, domethënë këtë lëndimin nuk e ka patur në kohën kur u prish me Edin, por e ka tash në kohën kur u shkatrua marrëdhënia apo u prish me Limin. Domethënë tek Dolçe ka patur një pëlqim më të madh, edhe pse Dolçe në asnjë mënyrë nuk e pranonte këtë pëlqimin. Por siç duket Dolçe do ta vazhdoj deri në fund gjën e saj. Domethënë Dolçe pa marrë parasysh se si erdhën gjërat, ajo vazhdon për të qëndruar afër Limit. Tani jam shumë i bindur që Dolçe nuk qëndron më afër Limit nga dashuria, por qëndron afër Limit për t'ju hakmarrur Albës, që t'i hakmerret Albës dhe ta lëndon edhe më shumë. Alba nuk mund të kontrollohet, domethënë nuk mund t'i kontrollon emocionet edhe ndjenjat e saj. Ditën e djeshme pati përsëri plasje, pati përsëri lëndime, pati përsëri lot, gjë të cilat e çuan Albën drejt dështimit përsëri në sy të Limit. Por gjithsesi Dolçe vazhdon me shumë energji interesante, me shumë tangërllik në një farë mënyre, duke provokuar Limin. Nuk ma merr mendja që kjo gjëja do të përfundon këtu, nuk e besoja dot që Dolçe do të largoheshte në atë formë prej Limit me një dua që të largohem apo me një dua që të marr kohën time. Shoh në këtë mes domethënë shumë pikpyetje nga ana e Dolçes dhe unë mendoj që Dolçe do të arrijë që të hakmerret edhe ta lëndoj Albën. Ky është mendimi im në raport me Dolçen, Limin edhe Albën. Dua të marr mendimin tuaj.